Pak orë përpara vendimit për miratimin e listës së kandidatëve për deputet, Kryesocialisti Edi Rama zhvilloi takim me asamblet e Kavajës dhe Vorrës. Në qendër të fushatës duket se do të ketë integrimin në Bashkimin Evropian, ku thekson se procesi është përshpejtuar. Pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Rama thekson se këto 2 vite do të jenë vendimtare për bisedimet. Nëse i mbyllim negociatat deri në 2027, të hyjmë dhe të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që Shqipëria të kalojë në një nivel tjetër në të gjitha aspektet, duke filluar nga individi, duke filluar nga pasaporta e Republikës Shqipërisë. Antarësimi theksoi Rama nuk do të sjellë vetëm zhvillimin e vendit, por edhe vlerësimin e çdo shqiptari si shtetas i Unionit dhe madje edhe në hyrjet në aeroport. Do hyjmë njësoj me franceze, me gjermane, me holandeze, me italian, njësoj të barabartë. Si mund të lihet kjo tani për tifozlik, jo jam me PD, jo jam me këtë, jo jam me PSD, jo jam me kujtim gjuzë. Kjo nuk mund lihet. Rama përpara socialistëve nuk harroi të përgjigjet dhe ironive që i bëhen në rrjetet sociale. Mi vejnë ca profile falso aty edhe më shkruajnë not rrogun të marrësh, not rrogun të marrësh, not rrogun. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një noc rock madhështor.